Përshëndetje miq të Stopit, sot ndodhemi në qytetin e Durrësit ku përpara rreth një muaji, në datën 27 dhjetor të 2025, pikërisht në këtë vendin këtu, ndodhi një aksident fatal ku i mori jetën një 71 vjeçare. Kishim pak kohë që kishim humbur babain dhe unë erdha për këto festat e fund vitit, festa, nuk ishim dhe festa, po erdha mos me lënë mamin vetëm. Atë ditë dolëm në mëngjes pak me mamin, në atë moment na merr burri motës telefon se do vinte me më takuar. Në atë moment kemi zbritur të tre poshtë pallatit. Në atë moment me unë po shkohesha te makina, mami do takonte këtë komshiun këtu përballë që kemi përballë pallatit, për t'i thënë që kishte mundësi me lënë makinën përpara shtëpisë së tij. Në atë moment kjo makina që erdhi me shumë, edhe duket edhe shumë qartë edhe nga kamerat që ka ardhur me shumë shpejtësi, ka ndaluar. Mami në atë moment po kalonte rrugën për të shkuar të takuar atë. Ai në atë moment ecën mrapsh, po me një shpejtësi shumë të madhe që e ka përplasur, edhe i ka kaluar dhe sipër gati rreth 2 metra që duket qartë edhe nga pamjet filmike të kamerave. Tash e pash me një gjendje shumë të keqe që akoma nuk arrit dot ta heq para syve, por më tha vetëm 2 llafe që luli jam keq. Edhe në atë moment besoj nuk reagoj më. Arsyeja se pse familjarët e 71 vjeçares po e bëjnë publike këtë tragjedi ka të bëjë me drejtuesin e automjetit, i cili shkaktoi këtë aksident me pasojë vdekje. Mendoj për ne është i dhimbje e dytë, i vrasje e dytë, domethënë. Vrasje e dytë sepse personi që ka bërë aksidentin është i lirë nga informacionet që ju keni? I lirë. Edhe kjo domethënë na boni që ne t'i drejtohemi këtij emisioni. Domethënë nona jon Dergjesh atje do të luftu për jetën. Edhe ky pa mu 24 orë me dalë, nuk e dim. Aksidenti është filmuar nga kamerat e sigurisë të vetë 71 vjeçares, kamerat e sigurisë të cilat janë në katin e 3 të këtij pallati. Pra, nëpërmjet pamjeve filmike ne kuptojmë. Atë ditë dolëm në mëngjes pak me mamin, në atë moment na merr burri motës telefon se do vinte me më takuar. Në atë moment kemi zbritur të tre poshtë pallatit. Në atë moment me unë po shkohesha te makina, mami do takonte këtë komshiun këtu përballë që kemi përballë pallatit, për t'i thënë që kishte mundësi me lënë makinën përpara shtëpisë së tij. Në atë moment kjo makina që erdhi me shumë, edhe duket edhe shumë qartë edhe nga kamerat që ka ardhur me shumë shpejtësi, ka ndaluar. Mami në atë moment po kalonte rrugën për të shkuar të takuar atë. Ai në atë moment ecën mrapsh, po me një shpejtësi shumë të madhe që e ka përplasur, edhe i ka kaluar dhe sipër gati rreth 2 metra që duket qartë edhe nga pamjet filmike të kamerave. Tash e pash me një gjendje shumë të keqe që akoma nuk arrit dot ta heq para syve, por më tha vetëm 2 llafe që luli jam keq. Edhe në atë moment besoj nuk reagoj më. Por ka shkuar me një gjendje shumë kritike në spital. Te momenti që unë kam takuar doktorin mbas dite, më ka thënë që është shumë kritike për jetën. Kështu që super aksidenti rënd, unë e di, jo është thënë aksidenti let jo? Jo, Patjetër. përse ka qenë djali tezës ka qenë prezent aty Kur ndodhi ngjarja. Ka qenë prezent. Po. Sipas komunikimit që patëm me oficerin e policisë gjyqësore, i cili është marrë edhe me vendngjarjen, na thuhet që janë bërë të gjithë procedurat, ku janë marrë edhe deklaratat e të gjithë dëshmitarëve okular, janë sekuestruar pamjet filmike të cilat tregojnë edhe dinamikën e aksidentit dhe sigurisht të gjitha këto materiale janë referuar po brenda ditës në prokurorinë e Durrësit. Sipas të dhënave, këtë hetim po e kryen prokurori i Durrësit, zoti Sokol Nishani,
ku sipas provave që janë mbledhur nga vendngjarja, por edhe duke ju bazuar akt ekspertimit ekspertit autoteknik, i cili shkakun determinant të aksidentit ja ka caktuar drejtuesit automjetit, por ka lënë ndërreshta një bashkëfaqësi. Dhe të gjitha këto prova kanë detyruar prokurorin, i cili duhet të referonte veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, dhe ka kërkuar masën e arrestit të shtëpisë për drejtuesin e automjetit. Dhe së fundmi ndodhemi tek gjykata e Durrësit, ku kemi mësuar tëra informacione në lidhje me këtë aksident. Gjyqtari Sulejmani ka ndryshuar masën e sigurisë për drejtuesin e automjetit nga ajo në arrest shtëpie që ka kërkuar prokurori Nishani në detyrim paraqitje. Pyetur në lidhje se pse është ndryshuar masa e sigurisë, na thuhet nga gjykata e Durrësit që ato kanë qenë prova dhe vepra penale e cila është referuar nga prokurori i çështjes kanë bërë që gjyqtari të vendoste këtë ndryshim të masës së sigurisë. Sa mbijetoi me ato plag? Mbijetoi 20 ditë. Dhe mas 20 ditësh nuk ja doli dot, ndroi jetë. Është një dhimbje shumë e madhe për ne. Nuk e një skenë që nuk arrit dot akoma ta heq para syve. Një skenë. Dhe së fundmi, me plot gojë mund të themi që kemi një zgjidhje në lidhje me këtë rast, ku emisioni Stop pati një komunikim me prokurorin e çështjes së këtij aksidenti, zotin Sokol Nishani, ku gjem rastin për të falendëruar me të gjithë të dhënat që u vënë në dispozicion prokurorit në lidhje me këtë ngjarje. Ai ka rikualifikuar veprën penale, e cila do t'i komunikohet drejtuesit të automjetit në momentin që mjekul ligjori do të nxjerrë edhe shkakun kryesor të vdekjes 71 vjeçares. Prokurori ka rikualifikuar veprën penale aksident me pasojë vdekjen, por pret përgjigje nga mjekësia ligjore për të nxjerrë edhe shkakun e vdekjes së nënës të ndjerës 71 vjeçares. Pra, në këto kushte jemi sot. Tash do shikojmë që ditën e premte çfarë do na thotë, që do modifikohet edhe rigjykimi i deklaratës që ne kemi bërë ditën e parë, që nuk rezultojnë fare me deklaratat që ne kemi dhënë. Janë modifikuar komplet, janë komplet ndryshe nga ato që kemi thënë ne, edhe çfarë disponon prokuroria. Kujdes stopi që në më punë, që ndryshe ne s'qashim dot me këto. Jemi pranë spitalit të Durrësit, ku do të bëjmë publike kartelen e vdekjes së të ndjerës. Emisioni Stop ka siguruar skedër e vdekjes së 71 vjeçares. Në qoftë se shohim kolonën e cila përcakton shkakun e vdekjes, mjeku i është referuar kolonës e cila përcakton shkakun e vdekjes si pasojë natyrale, dhe jo si pasojë aksidentit, ashtu siç ka ndodhur ngjarja vërtet. Ndërkohë që kjo është aksident me pasojë vdekje me 100 fraktura, edhe ti ma shkruan mu vdekje natyrale, kjo nuk është e drejtë. Data e vdekjes 501 2026. Tashi mami vdiq me aksident fatal, me 100 fraktura, dhe ti e ndjeni, edhe nuk e pse e shkruan ti atë sketa shu që vdiq natyrale. Ku ka vdekjes mami? Në reanimacion. Aksident politram. Po. Shumë bukur. Po, vdek aksident. Ha, ku shkruhet? Tu. Po shikoj ku e ka shkruajtur ajo. Si? Po mirë, ka po gabim se sa bona.